Agron, ku jemi këtu? Këtu jemi tek universiteti, Fakulteti i Ekonomisë. Këtu unë kam studiuar për ekonomi. Kisha dëshirën për të bërë diçka midis Shqipërisë dhe Italisë. Doja të vija, unë kisha dy gjëra. Isha shqiptar, kisha jetuar në Shqipëri, njëja Shqipërinë, por nga ana tjetër unë kisha jetuar edhe në Itali. Njëja shumë mirë shoqërinë italiane, dhe ideja ime është duhet të vë bashkë këto dy gjëra, këto dy njohuri të mëdha që un kam, dhe këtë avantazh që kam në krahasim edhe me shqiptarët, por edhe me italianët. Dhe si ta kthej këtë në një biznes. Dhe këtu lindi ideja Dhe këtu lindi ideja e call centerit, sepse pra ti patë nuhatin, le të themi, për të zhvilluar një treg që deri në atë kohë ishte i panjohur për Shqipërinë, duhet të thënë, dhe pastaj ishte inekzistent. Nuk ishte pra asnjë call center në Shqipëri? Në Shqipëri nuk ishte call center, dhe vetëm call center ishin dëgjuar. Dhe kur unë vajta në Shqipëri për t'ju thënë, shikoj se dua të bëj këtë biznes, dhe kur thosha call center trembeshin, se kishte dalë nëpër gazeta call center dhe e lidhin me këtë aktivitet. Megjithatë nuk besoj se ka qenë shumë e vështirë për shkak se shqiptarët e flasin shumë mirë gjuhën italiane, dhe besoj pagat duhet të kenë qenë të kënaqshme me pagat që ishin në tregun shqiptar në atë kohë. Shiko, unë nuk kam shpikur ndonjë gjë, unë thjesht kopjova një model. Kjo call centrat që punonin nga vende ku rrogat ishin më të ulta për vendet e zhvilluara. India ka qenë një nga India me Anglinë, kanë qenë ata që kanë shpikur të model. Pastaj për sa i takon Italisë, në Rumani, nëse s'gaboj, dhe në Poloni kishte call centra që punonin për Italinë në gjuhën italiane. Në Shqipëri nuk ekzistonte, nuk ishte call center kur fillova unë. Saqë jo vetëm nuk ishte call center, por ishte vështirë t'i shpjegoja se çfarë ishte ky biznes. Ishte një koncept i panjohur. Pikërisht, edhe se si funksiononte, cili ishte modeli i biznesit. Mua për kohë të gjatë më kam pyetur kush të paguan? Çfarë duhet bëjmë? Po, jo, kush të paguan, cili është modeli, se njinin vetëm restorantin, hotelin, ndërtimin. Biznesit tënd që të funksiononte, të merrte formë dhe të funksiononte. Të merrte formë na janë dashur pak nga 4-5 vjet.